Historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klan Radio dhe KTV. Përshëndetje për gjithë juve që vazhdoni shoqëroni me Klan Radion me Koha Vizionin, po shpresojmë që ne keni pas ditën shumë suksesshme, sa i përket temperaturave, po kanë qenë pak më të ulta, po jo edhe shumë të ulta, përveç se ka pas shi për ditën e sotme, edhe jena kënaqur pa shiun. Nga ky moment deri në orën 18 jeni së bashku me mu Arsim Limanin dhe në krahun tim të Majt Pibjen, Fiona Gjematroshupa. Përshëndetje nderuar. Kështu i do të afrokitje, po. Përshëndetje krejtve, se të ishta me thonë diçka tjetër, çka ke të thonë? Uroj që keni pas ditën e mirë nga do që më na dëgjoni në këto momente, nga do që më na shikoni në këto momente. Një përshëndetje shumë speciale për ju që më na shikoni para ekranit, edhe ju që jeni jashtë Kosovës, edhe që me mall dhe me padurim e pritni emisionin. Faleminderit shumë nga zemra. Shtatëcimi së dita ka qenë pak e mrojt, me rreshje që prej mëngjesit, kështu pak a shumë nga me qenë krejtjava, kështu që nuk po presim ditë më të mira, derisa ta bën vetën edhe kjo periudhë me shi. Edhe sot kena me fol pikërisht për të kundërtën e asaj që ka njëherë din me na dhonë në ndjesin kjo dita me shi ceman, një farë bajatizmi, një farë me zorë shkon dita, një varë tash në varë. Po më thirë dikush telefon ma herë, ta kysh jetë është ma mirë se koha. Pak ma mirë. Po, ma mirë se koha. Ma thoni bus që e shumë. Pa njerës që ndikon shumë prej kohës, për ndryshe. Unë zakonisht nuk ndikona shumë, ditët me shim pëlqejnë, por ja që sot ke një ditë që është si me zarë të eshty, kështu me gjykës që thojnë. Po dikush e pëlqeni shion, po më rëndësisht me qenë të rrethuar nga energjia pozitive. Edhe ka njerëz si për shembull, tash po e marr shembullsimin se e kam këtu. Po, ka drejt. Është as i personi që t'jap energji pozitive, tu dhon energji negative. Nuk e di sa me çfarë, nuk e di sa po ma kuptoni këto. Shumë probleme këtu. Është me dhon energji pozitive, tu të ngacmu, tu të bën nervoz, tu t'i vrish nervat, domethënë. Kur gjos është domethënë me asë që është me bo, është shumë ashti. Qysh me bo? Me arrit me bo çto. Do të t'jap energji pozitive, tu dhon energji. Shkolla, kjo va normal po. Që apet të basha. Që kështu dhe më thënë ashkon dita njeve. A i të ngacmu, unë të po nervoz që amëm tek e fundit. Po, energji pozitive është. Edhe na po dojna me ditë për energjin pozitive t'juje, ku e gjeni, ku e merr një energjin, çka ju jep energji pozitive, kur keni nevojë për një energji pozitive, më na tregu. Është njeri, është kafe, është kafsha, objekta, po, çka do që është bre? Çka është, po, çaj që ta ndresh disponibilin, që t'jap energji pozitive, që tu eca se kam shumë energji. Po, 049978 është numri i telefonit që pret edhe mesazhe, pret edhe telefonata, të njëjtën kohë presim edhe informata rreth komunikacionit. Ju mundeni me na telefonu vetëm pasi ta dëgjojmë këngën e parë hyrëse që është nga Elvana Gjata, Kur jemi dashur. Po s'kishka, po ka nga shumë e mirë, edhe se di pse do më thonë para se me ardhë për me bo për zgjedhjen e kongës, kështu e ngu Elvanën me qëtë albumin e sajna, edhe shumë mirë se i bën albumat mirë. Apo keni kongë në transmetim gjatë ditës diku që po besoj që aty e inspiru, se të dëgjova atë nuk shtu vetë me vetë. Ja, që me adin që me inspiru qatë. Ja, së është ashtë. Juve që jeni vetura, mos harroni me na tregu për pjesë të engarkuara, ka kolon në qasja për të kreti i Çaklavicës, dalja autostradës në fushë Kosovë me kolon, pjesa poshtë Veternikut është engarkuar me kolon deri tek rrethi duplex. Shëndet. E ngarkuar është edhe hyrja në Prishtinë nga fushë Kosova, saktësisht nga kazerma që nga AKI-a tutje për me u fut në Prishtinë me kolon, po pjesë shumë e ngarkuar. Këto janë edhe informatat e para që kanë arrit në 049978978. Ndërsa sa i përket derivateve më të mira, ju e dini që mundi me shku tek Petrol Company për me i marrë derivatet më të mira. Sot ju që jeni afër Arbris këto, nga Projinjelmi për që del tek Krethi i Arbris, e keni euro dizel 1.24, benzinën 1.24 dhe në Çaklavis në të dy anë të rrugës 1.22 e keni euro dizel 1.22 e keni benzinën. Ju që doni me u bo pjesë e lojës shpërbyse, mundni me mësu rregullat përmes Facebookut, sa aty i keni të gjitha të dhënat sa e përket lojës shpërbyse. Nuk e di si që ka me qenë komunikacioni këtë pasdite, se në mesdit ka qenë, do më thonë, një katrahur e vërtet. Shumë mirë ka qenë, shumë mirë. Në sohra po i referosh. Çatër kur ja orë ti?
Pse po thu shumë mirë ka qenë? Son një mkon mrena? S'ke pa gjë? Për shumë mirë një mkon. Unë e kom bledhe një video e kom bo në telefon për kolonën disa kilometrash këtu te rrethi Arbërisë që vazhdon për te rrethi i madh. Që thu rrethit madh aty që fush Kosovave të Niku lidhet? Kjo këto? Po. Rrethi duplex. Po, do me thonë, prej rrethit rreth me kilometra ka qenë kolona. Okay. Aty pastaj për Veternik, do me thonë komplet qytetin atë kohën mes ditë ka qenë të luvit, tash nuk e di ç'është gjendja, kështu që na tregoni në 049 978 978. Hajde na tregoni çka ju jep energji pozitive. Kush është në lidhje telefonike? Përshëndetje Fiona. Përshëndetje. Nafia juve. Përshëndetje, faleminderit që ke telefonu, si jena Fije? Si je, a jeni mirë? Mirë, faleminderit shumë. Po uroj që dhe ju jeni mirë. Zohem që ju jeni mirë. Faleminderit gjithashtu. Se na me ju po relaksohemi. Faleminderit. Çka po ju jep energji pozitive kohëve të fundit na Fije? Allah, moj Fiona, energjia pozitive vjen kur i ki punë zëz e rraf. Kur i ki punë të rrafsh. Po valla. Edhe a ke vendos me bo rrafsh? Qysh me bo rrafsh? Qysh me bo rrafsh? Që të problemi është qysh me rrafshu? Pyetja. Pyetja dhe pikpyetja. Pa i tash moj Fiona, që s'ka është në rregull dhe është jeta ma mirë se përpara. Kështu që energjia pozitive veçantuar. Do më thonë, veç me krahasu çfarë jetë keni pas dhe qysh jeni sot, kjo mjafton për m'ju dhënë energji pozitive. E mirë kjo, e mirë. Faleminderit shumë Nafie. Ju përshëndes, ju edhe na të përshëndesim, se tash po duhet të tregu të gjithëve se çka është na dhon energji pozitive neve kohëve të fundit, sidomos kur po ka të përfshira dhe të lojë shpërblyese, dhurata e të tjerë. Go Plus është pija energjike numër 1 në vend që tash më po na jep edhe neve këtu në emision Energji Kogja Pozitive, që ka nisur edhe kampanjën e re duke dhuruar 16 vetura. Janë vetura Avatar 12, kështu quhet modeli. 8 kanë më dhuru në Shqipëri, 8 të tjera edhe në Kosovë. E qysh me marr pjesë në lojën shpërblyese duke konsumuar Go Plus, edhe duke i marr ato kodet që gjenden nën kapak, edhe sa më shumë kode që dërgoni, aq më shumë keni mundësi për me fitu njërën nga këto vetura. Loja goplus.com është websajti ku hyni dhe i shkruani dhënat sa herë që e gjeni kodin aty poshtë kapakut. Kështu që konsumoni edhe kënaquni. Po shku për Shqipni edhe anej, tu pi luja, anej, luj knesi. Luj knesi, anej, nështë aty kur ja qëllën. Po du me... 16 vetura, si pak, kështu që çdo muj ka një vetur, kështu që dikush... Ka me pas këgja fatlum. Hajde na dy nashtë një. Një energji pozitive timën, po du me përshëndet të momente që po na përcjell Fiona Shtjari, që është e përcjell, do më thonë aqën e vetë atje dikon. Përshëndesim shumë, edhe të tja Fion, po të din që po postim të din, kjo ishte tja Postin e kama për zemër. Kjo përshëndet junën, që? Ma ka marri nati pak që këm lëmë programin në mëngjesit, këm dalë mazdite, për nështë ta më ka falë dhe ta. S'kam shumë e bojo, s'besoj, s'fala i letë. Si artë duam shumë. Ai që është komunikacion, mos harrojmë na dërgu informata se cilat janë pjesë të ngarkuara me na tregu se ku ka kolon, edhe kështu na më shumë me informuar dhe pjesëtar të tjerë në komunikacion. Për juve që po vini, po dilni prej autostradës në fushë Kosovë, është pjesë e ngarkuar me kolon. Alo, përshëndetje, telefonata e radhës. Kush na ka telefonu? Shazimi Pajatori. Ku je Shazim? Çka po bën? Jam të qysh juve e kopa me bravo. Hajde Shazim, tregom çka t'jep energji pozitive ty. Ku të këtyri futbolit, ku të fitan Shqipënia do më thonë, kur të këshyrë futbol dhe fiton Shqipëria, sidomos kur të fiton Shqipëria, ti merr energji pozitive. A veç futbolli, a krejt sporti? A veç i Kosova. Edhe Kosova, po, dina ato, s'pe diskutojnë a heq. A veç futbolli, a krejt sporti t'jep energji pozitive ty? Ja, i kosh. Okej. Faleminderit që na ke thirrë Çazim, po të përshëndesim shumë. Faleminderit. Faleminderit. A ban me fol mi çka tjetër. Çka me fol Çazim, se e kena temën, na kanë thirrë edhe tjerë. Hajde, çka po do më na thon? To dit ku të fol likush me thirë pi ato. Me thirë kon? Me thirë, to ditë une, me thirë një ditë ju, me thirë. Na me thirë ty? Jo, to ditë,
ku se qi, to ti, një ditë në si ti. Okej. Faleminderit që na ke thirrë, po të përshëndesim, po nuk ka, po. Faleminderit shumë, po të përshëndesim shumë. Përndryshe po që Azimi u telefonues gati i rregullt, po që sot ka arritur me marrë linjën më herët, më shpejt, dhe falenderojna shumë. E unë du me falenderu dhe PrishtinAticket.net për akret ata bashkëdhetar që po vinë tash edhe për festa, sepse i kanë ofertat më të mira, pra ju ka jap mundësi me ofertat më të mira me udhëtu nga Gjermania, Zvicra, Slovenia, Suedia, Luksemburgu drejt Kosovës, drejt Prishtinës, por edhe na sjelltas ju mundeni me bëu në rezervim biletës nëse se keni bëu alo me PrishtinAticket.net. Pra futeni aty, keni ku prej kujt keni me fluturu, ku keni me shku, sa keni me nejt, kur keni me kthy. Kretja kallzoni që aty kur vini këtu thuj ku fol me ata PrishtinAticket që kallzoj so ka me nejt. Çe telefonata. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Hajde, mirë ti si je? Që shveç dhe që më një të të rast që më qime, a në veç me shme gjë parët. Qysh edhe njëherë? Dhe që më një të të rast më qime, që në këshimi. A me që në të të qelim, dhe të ke nisme nga smuga pa, ka që ka je bote. Që më dhe bregar. Edi. Hajde për parim të regona që ka t'jep energji pozitive. Energji pozitive? Po. Fuqia. Kush? Fuqia. Okej. Po mire ki mos me pas fuqin s'ki energji pozitive, mire ki. Po dhe? Bashkimi i fuqisë bën? Po, bashkimi i fuqisë, po. Të kemi fuqin të po të realizohen. Okej. Përshëndesim, çao. Hajde për parë, ti koxhani fal jashtë toksori më gabon me do përgjigjeve do. Po na lum të pak. Hajde po e presim tjetrën telefonat. Po e presim edhe po e presim informatat rreth komunikacionit, mos harroni më na tregu për pjesët e ngarkuara. Thjesht e bëni një foto, s'keni nevojë me na shkruaj në mbiemra, një foto nëse mundeni me përshkruaj ku është vendi, pak mirë, nëse jo kur kërkojna mos janë. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet Orhan? Okej, këndrojta. Këndrojesh ashtu mirë. Si kalon? Mirë, faleminderit, jo. Qysh është dita sot atje te ju? Me diell me doriga shiu, po nxat. Okej, do më thonë ka diell, ka shi të njëjtën kohë. Shi sa mi bu kjerët viran, veç. Sa mi bu kjerët viran, do më thonë sa mi i përly pak, a? Mi përly. Në të na knoqën, të na përly në Kosovë, se për atje hisë besoj që përlyën. Ana me nësë atje kur të thojnë viran, këtu të na qka buën, maf. Hajde Orhan, tregona, qka t'jep energji pozitive? Po, pa përjashtim familjes, fëmija, të më thonë këta janë në rendin e parë. Po, kurse i këta? Unë me profesion jam shofer, të më thonë natyra më jep energji pozitive, jam rrugëve në stop. Shëndet që e vërtet. Shëndet, alergjik natyrë. Natyrë, po bre është alergjik, jo pa. Nuk jena mësu këtu në Prishtinë as shkreti. Dej sot del, adin kur të shohim na barin çuditë, wow. Po. Do më thonë natyra t'jep energji pozitive. Shëtitja. Tani ambienti rrethi ku punoj këtu shoqënia këta këto marrë. E mirë edhe që kjo ka shumë. Faleminderit Orhan, edhe faleminderit që na sjell edhe ti neve energji pozitive. Me gjithë juve bashk. Faleminderit shumë. Pas një pasditë të mrekullueshme. Energji pozitive, do më thonë mua dhe Fionës kove të fundit për na jep edhe ky ilaç i kolonës. Jo ai porzit Fiona piu, po i kolonës. Se të pritë kolonja ka nisë mu po alergjike kjo. Vespa për €1.80. Beverly 300, do më thona, disë të kalzova porzit që thash po më përqenë shumë anet nej. €1.80 në ditje, po ta më më puna se në orë si bjen. €1.80 ditje, ketë dikun 2.60, 2.70. Ky Beverly po që po më përqenë mu shumë. Edhe që po shpresoj. A di që këna me boni det? Më thonë që të Vespën, që po thonë Vespa tash se di atë kuqe ashfare, veç kam i thonë këty në Venture Motors që janë, mi thonë, a ka mundësi mi asjel që të Fionës, le ti rrenë që aty. A ti thonë një ditë le të binë? Qëto, se s'po shijet, po qëto? Po, a bën mi thonë. Ku të shijet dikun, e bina? Vend brillit. A je interesume? Po, mëre pse jo? Kushme po, okej, le të nga zbukuran pak. Edhe e testoj, ajo mas jam për Vespë. Okej. Okej, çfarë video pas ka me dalë. Shifeni se si rëzohet moderatorja. Shifoni moderatorën duke thyer qafën live. Live. Telefonata. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Hajde, përshëndetje edhe për ty, kush telefonon? Gozni. Hajde, Gaz, ajni për herë të parë këtu në studion ton?
Po për herë parë. Vjen mirë. Edhe çka të jep energji pozitive gaz? Energji pozitive, më të mirën ma jep so herë që zbres në aeroportin e Prishtinës, edhe sa po hy brenda, buzëqeshjen e policëve, njerëzve çmon depërtan ajo truri, komunikon me trurin edhe Rall pas ke energji pozitive o gaz. Në knasisht e truri, Sa herë në vjetë të përjeton këtë energji? Jo, loj, kom pas pak, kom në shëndet keq, ma shumë Kosovë jetoj, dhe ma shumë atje jetoj. Okej. Edhe, do më honë njerës gjënë busishur, njerës janë të kënoqën me ato që i kam, e këto vendet të rendimurën në stërta, këto e në okull. Këto nuk e jetë knatësin që i ki në Kosovë. Normal. Ajo më bërë më Kosova, ato ka Kosovës ta jep energjin pozitive. Po, edhe njerëzit e soj. Edhe njerëzit e soj. Po ata njerëz që ja hupin kolegëve ka 5 euro, shumë i thon aty ne, çka më thon? Ty ne ju thu super energji. Energji negative pasna. Jo, me shaka, e di që e kupton shakon. Hajde të përshëndes gaz, edhe cimi po të vëtë fola, se ke tu vëjtë diçka, mas s'mujta me këty kamerën. S'mujke me këty kamerën. Shikoni si rëzot moderatori nga shkalla në mes të emisionit. Si ka ca vjerë. Për ndryshe, kolona ku ke bre, se i posh një aty foto, po pas ka doli autostradës në fushë Kosovë, po vazhdo me s'qenë ngarkuar, qasja për të kreti i Çaklavicës me kolon, po vazhdo me s'qenë me kolon gjatë hyrja në Prishtinë. Nga zona industriale fillon kolona e vazhdojnë tutje për me ardhë në Prishtinë. Kjo lagja Lakrisht e tutje është gjithë shka në regull, po që aty pas ka ndodhë po mdogët një aksident. Hajde një foto dikush me na tregu me na dëshmun qëtë pjesë. Për ndryshe e ngarkuar është dhe pjesa nga rrethi ambasadës deri poshtë Vetërnikut. Këto e një informata që kanë arrit në 049-978-978. E për ndryshe për juve që dëni me pas, ose ftoft ose nëzat për juve që dëni me pas, që është dëni me ratu klimën në shtëpin tuaj, mos harroni kondicioneret Bruno i keni me 5 vite garancion dhe janë shumë efikas ngroje, ftoje, kanë në konsum të vogël të energjisë, edhe mundërimi gjetë kudo në Kosovë. Alo, përshëndetje. O, përshëndetje juve. Kush na përshëndet? Jashtëftori. Si edhe si kalon? Mirë, faleminderit, jo e një mirë si kalon. Valla, që më keni kthy në kohë, se përmend Lakrishte, u din thatë Lakrishte. Po, lagja Lakrishte. Kom pa banu një farkuhe aty, edhe kom pa banu të një person, i vetëmi një inxhinier për semafora ka qenë, se s'ka po semafora Kosovë. Po, veç aty në konë, Lakrishte i patë që i daj të bulevardi Bill Clinton, se që aty konë, ka thonë ti shopi Mahalës. Ka qenë një lagje fantastike, ka qenë më të vërtetë, kena pas kërëshi Dardanin, se Dardani ka banu të korrizhe. A pishe so mirë, thot, ka qenë lagje fantastike se u konë me kërëshit mirë, Dardanin. Që që tha so mirë, po. Okej, tregoj ku ka dhe kolon dikon tjetër. Nashta mos po t'jepi edhe pak nostalgji. Kolon ka edhe te fakulteti teknik. Për momentin po është ngarkuar prej fontanës me vazhdu tutje tek rruga B. I pëshëm kom, krejt ato rrugë i pëshëm kom. Kom, se s'ka pas atër autobus, as taksi, pa ka pas taksi. Qka t'jep energji pozitive? Mu, me thonë së kërkrejt që je, për shumë kur të kryjnë në oblikim familjar, në oblikim financiar, këto s'po hinjë se këto dijen. Jo, s'dijen, po përqem, po. Mu m'jep super energji pozitive, maj. Kur më vëllon çdo gjë, gufon natyra, nga me çyshem koni vogël se më morr shumë me peshkim, edhe për ditë kam dalë peshkim domthon, edhe kur vike maj, domthon ka qenë edhe peshkimi më interesant, edhe filloi që mu la në përlome çfarë diun, një fakësi jashtëzakonshme. Por knasi tjetër që ndijone, po do me sek për dëgjuesit më shumë edhe për juve sigurisht, kur shikoj filma fantastike, domthon zakonisht filmat me jashtësore kështu, por kur fitojnë e mira, por që më lën tamam vija për energji shumë pozitive, janë do filma me fond bote, domthon që përfundojnë me happy end. A ke po me happy end? Okej, a ke po 2000-shin? Se kjo më interesant. A ke po filmin 2000-shin, po? Ja, s'po të cilin të shtada ku. Kështu është si të kryjnë telefonatën shuje 2000, movie 2000, viti 2000 është, do më thonë për vitin 2000 që është para pa me qeni fare klipës janë e këne, edhe e kam bo një film ata që që kanë para pa, është interesant për me pa. Këtë ata filmat që janë me fund bote, kreti kom po, besoj, po ashëm kom po sa që film e më titull nuk kujtojnë me të drejten, por do ta shikoj patjetër film. Ku përshëndes kanë një bukur, edhe na të përshëndesim ty edhe të përqapim faleminderit që je pjesa jonë. Ton gjithashtu. Përshëndes.
dhe dënë makash. Që telefonon të tjetër? Unë një që pak, se që po, atë të vabin gërë në rrës, se që po e tomi. Po. Që telefonon? A më qartë krume si më shpijgjumi, ka, du më thonë, ta më për maj është, ta den, ta daj. Zhag. E zeqëm, po të dalë maja, den pijgjumit dimnit. Po... Tani... Edhe në bërtik do qëtë ka dalë. Po, tani adin nuk jam zërë. A dalën. Me ta vro veshin, si tashtë. Ata që janë Toyota, para më dojë sa shumë jenë të shiu pangën. Edhe shi, pa. Dhe ka zërimin shumë të mirë. Para ata që din me qitë para dhe mrapa, jo dikon. Se dikosh. Po. Një përshëndetje shumë speciale për krejt dëgjuesitare dhe shikuesitar që na dëgjojnë në këtë momente nga Toyota. Për ju që nuk e dini dhe s'keni qenë ose se keni testuar ndonjëherë, Autotrade ka sjell Toyotën ekskluzivisht për Kosovën, kështu që shkoni dhe vizitoni disa prej modeleve më të mira, testoni, se aty definitivisht bindesh për kualitetin, komoditetin dhe gjithçka tjetër që ofron Toyota, pa i përmend shpenzimet minimale, komoditetin në rrugë të gjata e të tjera. Kështu që shkoni në Toyota, e keni Yaris Crossin, GR Sportin që ka arritur modeli më i ri 2025-s. Mandej patëm dje edhe disa prej modeleve më të shitura në Kosova, ndërto ishte si Gjari, Yaris Cross, Toyota Yaris, RAV4, gjitha këto i gjeni në Toyota. Alo, përshëndetje. Më ka ardhur një foto, një video prej Visarit, Visar s'po hapët video, dhe nuk po muj me ditë ku është kjo. Nashta na dërgon edhe njerë nëse mund është lutna. Nësë është ai Visari që po menoj? Visarit, s'denaj me bu foto. Visarit, i video ka bo. Po s'dena s'video, s'foto. Visari, gjës pja thëm bjemnin, po ti shka bu në porzit, hap, adin. Apshu. Qajo, Visar? Apshu. Bravo. Hajde telefonat. Alo, përshëndetje. Edam batirin ullë. Përshëndetje. Hajde Batir, përshëndetje. Mirdita Batir, ty të kemi shpallë si ambasador të energjisë pozitive. Kështu që na tregon nga po e merr materialin, kallëzom ku po furnizohesh me energji pozitive. Mas pari e kam familjen rregull e me gjithat mirat, po ma jep energjin pozitive mas shumëti. Mas andej ma jep konga, muzika. Bravo, që është doljen tim. Muzika t'jep energji shumë pozitive, a? Edhe ndëqaj shumë me vëmendje, edhe ma kona andja shumë në ngua folklorin. Muzika folklorike. Okej, faleminderit Batir shumë. Ju përshëndesim shumë gjithashtu. Sim, po thot Visari, ai që thash unë, po thot nuk jam unë, thot mos zhyjdisa. Po dhe jo, një kalzova edhe e shtina mi apo mbjerë, me për qëja lidha, Visar. Visarat e pas ka ndorën e shtremt për video. Visar, mos vjeni noti tash, po... A e lëshon dorën keqa? Sa është as i foto zas. Okej, na fo, ka e me ma bona i foto së në ndryshës, dal mirë. Alo, përshëndetje. Qa bona të shjeni? Mirë falimderit, kush përna telefonon? Zefi. Po thash kishe spedina, Zefi. Si e si kalon? Mirë, po që të më në thënë burë që 14 minuta në kolon. Ku je në kolon? Në të mnikit e poshtë të tash më këty që qa kishtë doha aty që djezë dhe. Do më thonë, puna për mjë qas rrethit duplex, për momentin është e ngarkuar nga Vetërniku, është e ngarkuar nga rrethi ambasadës, hyrja në Prishtinë është me kolon nga zona industriale, jo po nga fush Kosova, masaksisht, pra ka kolon për me hyjë në Prishtinë, çka ka ndodhë nuk e di. E sidomos kolon po e bën kjo pjesa, po më duket që problemi është tek rrethi duplex. Tek rrethin. Jo, të se të diçka se shkun edhe policia diçka. Po shpresojmë që mos me pas lëndum, këto domet materiale po. Po ju thash edhe në mesditë ka qenë çështu njëjtë, ka pas edhe polic tu vrapu poshtë nalte. Po dalin edhe ata po vrapojnë tash ka pak, po m'pëlqejnë. Por realiteti është që çdo ditë se ti di që u pëlqej. Po vazhdime, veçatshin. A Fiona e ka thirrë në ditë që nëse. Kallzom çka t'jap energji pozitive? Allah, ti zona mund të përgjenë më shumë të që mjopën energji është periuda e kërkorimet edhe periuda e pranverës që shprimi. Periuda e parë cila kesë Krishtlindjes, dekoret. Krishtlindjet, dekoret, okej. Edhe periuda e pranverës. Edhe pranvera kur po natyra kështë e bukur në qelbrend.
ashtu të periudha. Prej pranverës deri në dhjetore paske në janar, dikun e paske në rregull. Po mirë, be paske prej, paske një farë kohët gotë, po më pëlqen, ti ko ke bajagi me energji. Energjia e pitit i qelum sy të tim, vëllaj, në të ka të drejt. Po, e vërtet. Unë tuk në shkojna. A dini që jo për neve dyve, po flas për veti personalisht, po edhe për Fionën, njëkohësisht. Do të thonë një energjia kryesore për ne. Do të thonë ka ditë kur nuk jena mirë me disponim, me shëndet, me shumë gjëra tjera, edhe kur tina në emision që do na japni një farë energjie që s'di çka më u thon. Allah na timi inshallah. Si të na po rrafshe se kia të kontër të puta të emision. Ai për veti është të folë, po për mua ka qellu. Po për vete se ti. Unë folja për Fionën, a për mua do më thonë, unë. Faleminderit shumë, përshëndes shumë, faleminderit. Je me krushu. Për mua ka qellu. A ja kum qellu, a? Ja ka qellu se ka ditë kanë ardhur që vi edhe s'foli hiç më kërkon 4-5 orë se çeli gojën hiç si ti në emision. Sa do më thonë se keni dashur me pa një njeri kështu, a din një njeri Bajat, thuja, se s'mja keq. Po, bajat, që telefonata? Ama nuk dëson kërkushis. Ama si hini këtu janë nisi me folja, që është ata shoj Fiono. E ke shtu i hulumtu këto drojnë këto me lule pembe që qelin pran verë, që shë kanë emrin? E kanë... Se këto ma japin shumë një energji pozitive, dhe po është gjebile kështu për rreth stadiumit Fadil Vokri, veç këshin lullëzu, këshin qeli, dhe ka në bërkret Prishtinë në drojnë të tilë, po i sho, po emrin nuk po muj me e gjetë, kështu që kush e din emrin e ty në tregomani, se më pëlqen shumë. Qëta është e gjojna, mërë dhe telefonatën? Pembe, në gjyrosqe. Po, pedi. Alo, përshëndetje, Mirdita. Mirdita, përshëndetje dhe për juve, kush telefonon? Sali për Gjermani. Hajde Sali, tregon aty çka t'jep energji pozitive. Mu m'jep energji pozitive pranvera. Pranvera. Po, të na për shembull në Kosovë, mula se vivim për një fshatit ku u masakru për shumë pranverë me 24, domethënë me 26, sot dita 26 dite që u bë masakrën krushe. Sa na jep energji, po më tjetër non edhe një farmërzije është kjo. Por mu personalisht më jep energji pranvera, gjelbrimi. Po. Por njëkohësisht ka edhe kujtime të hidhura për krejt Kosovën, fakt se shumica e ngjarjeve më tragjike gjatë marsit ka ndodhur, kështu që krejt kemi një farë rikthimi, një farë, po sido që tjetë do të me pa përpara edhe me u fokusu në energji pozitive. Patjetër. Faleminderit Salit, përshëndes shumë. Okej, kalani. Jo, vazhdo, më fal se ndërpreva. A desh të vesh diçka? Gjelbrimi, përgjithshëm gjelbrimi, si nisin me qel gjelbrimi pemt, mu më pëlqen shumë. Na është atje në Gjermani, se na këtu s'di. Na në Prishtinë pak si problem. Edhe këto bre, edhe këto po veç çështën e ka tekst. Po, ka saksia në për balkona që kanë qitë. Po normal, domethënë ai vetë po gjelbrona. Katin e 8 po i shoh. Që sot më pisho do pems atje poshtë. Te bulevardi Bill Clinton. Unë veç banesa po shoh. Po ti po shet tjetër çka unë kom tjetër pamje plus e kom atje komplet ajo pjesa që po ndërtohet. Gjysmë e mbushur, gjysmë zbrazët. Që thonë zllatara, po ajo pjesa shumë me kolo me që sa mirë vish këtë okshërën ja. Qëre edhe atje. Jacaranda mimosofilia. Çenka Jacaranda mimosofilia. Mos është ajo luli mimoza. Po, mimosofilia. Ç'është e paska? Që ta kum dërgu, po, ta kum dërgu dhe ki. Jo, s'është lule mimoza, ajo është e verdhë. Alo. Jo. Përshëndetje. Mimozofilia. Po, koncentrohu se ta kum dërgu. Përshëndetje. Kush po na përshëndet? Shok dhe shoqe Ganja. Gane si e si kalon? Mirë, ju si jeni, si kalon e? Mirë, faleminderit Gane. Çka t'jep energji pozitive përveç familjes se këta po? Unë kështu pozitive jam vetë, atë në mëngjes shpërndaj pozitivitet, se pozitive jam vetë. Ku pe merr ti këtë energji? Ku pe merr ti këtë energji që pe jap? Merr të djalit, të familja, të tortja, të baklava. A gjithmonë me torte me baklava? Para mendoj e Ganin për Bajram. Para mendoj për Bajram Ganin. Amo kështu pozitive janë vetë, në me mëngjes shpërndaj, kështu a din si kur biletat e autobusit e shpërndaj pozitivitet. Të lumt. Apo merr ai sana jo, sa ata pa parës të japin. Urna? Ku po del me shpërndot, tolëm edhe me Fiona? Po, qështu në familje, ku po moj? Okej. Gane! Urdhëra? Au Fiderze. Urdhërani? Miru dhe gjofshin. Gjermanisht, Gane më fol.
Se vi se viorum. Seni se viorum. Qok Güzel. Te amo. Ishte vedish. Te kështë krydere. Qardo, hajde të nga lërë shmirë. Bravo, Gone. O Tim. Ka të ishta me thonë? Do thonë po shpëndon si plon. Po, qka do shte me thonë? Harova. Ate na i fjali të dua, na i gjua. Dite ti. Te amo, jo, bre, tash, po thot dikush tregoj as një skujtohet. S'bjen men. A shkojna dhe nolë, nashta me tepi? Shkojna, bre. Shka me hongër në tepi? A të sharënkova. të rrugës, mundoni mi u shmang për momentin, sepse është shumë i ngarkuar, mundoni me shfrytzuar ndonjë rrugë alternative, për momentin edhe mos me ardh ka rrethi një duplex, mos me ju ka lakrishja, për dini, mi u shmang kësaj pjese, sepse është shumë e ngarkuar, po përdryshe ju që jeni pa derivate dhe jeni aty tek proji njelmet, për me dalë tek rrethi tek ambasada, që është pjesë shumë e ngarkuar, edhe kjo, mos harroni me undal me mbush veturën me derivate, sepse keni euro dizel 1.24, benzinën 1.24 për litër, dhe në Çaklavis në të dy anë të rrugës për juve që po veni në drejtim të Prishtinës ose po shkoni në drejtim të Felizajt, e keni euro dizel 1.22, benzinën 1.22 për litër. Informatat mundeni me i pa edhe në Viber, nëse jeni bo pjesë e komunitetit, nëse jo shkoni në Facebook, kërkoni aty në mju dërguni link, edhe ka mju dërguni link mu bo pjesë e komunitetit në Viber të Petrol Company. Ja, telefonata e radhës. Faleminderit kolegin nderuar për raportimin. Alo, përshëndetje. Edhe së përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? Apo i ngjaj shumë po. Apedin. Apedin, çushi, a je mirë? Mirë, shumë mirë jam. Se kem të diskutu me Simin për këto dronjt. A nive që përmenda ma herët këto dronjt që qelin lullet pëmët vogla në përkryeqytet, edhe më interesoj çfarë amerikan, Simi e gjet një model, po s'është ajo, domethënë asofër s'është. Jacaranda mimozifilia, unë gjeta. Jacaranda mimozifilia, po s'është ajo, po tash ti po i vjen i nati, pse un po i thami jo. Kon Gjermani ju thonë Flida në Kosovë, nuk e di. Flida. Para më interesant. Tu po e shoh dikun që i thojnë pemët e Magnolia. Nështë jenë që ato, pas ka dhe në Paris, në nështë ka dhe këtu të na, ka pahis. Hejste, po dalim tema, Abedin. Mujnë me konë edhe këto, fion. Po edhe me konë të i thu që s'janë. Abedin, qka t'jep energji pozitive? Energji pozitive në jetë një jo me këtë emesion shumë. Faleminderit shumë e vlerësoj. Po përveç neve, çka t'jep energji pozitive? Përveç që juve kur të marr rrugën për Kosovë dhe familje. Lebret e rrugën. Rrugën tha. Rrugën bre. Edhe njerë. Dhe kur të merr kon? Kur të marr rrugën për Kosovë. Lebret e rrugës rroga u shtuet. A shkoj, po tash ti pa rrugë së nisësh për Kosovë. A një është mirë një 2-3 orë? I kana shpenzu sa për Kosovë. Okej, faleminderit Abedin. Kalani mirë. Hajde të përshëndes, po them kësë se shë rrugën, as nuk intereson për rrugë. Ja, që se shë një 2-3 orë. Që paramendojnë Abedinin është një njeri shumë qëll, nuk... Jo, na nuk e shohim në tjetër aspekt. Po nejse, po një 2-3 për shatin t'jep energjie, shet dhe qysh del pak kështu. Ja, njësa del me jetë. Rap. Marketit duhet qo, tu angër jashtë. Market, nuk vetë për shmime. 2-3 kafe në dite. Pas 3 dite, po, t'kallëzaj. Me ato fletushkat. Me kutit me veti. Po qysh jo, more. Shdo shqiptar mesatar, dhe me dhonë, në vendin tonë. Mirë dita. Remzia nga Evalia. Remze si e? Baja dhe mirë. Unë vjenë shumë mirë. Remze, qka t'jep energji pozitive t'jo, Remze? A për mjehu që jem konë pak i shumë. Po, veç kalojnë anë tem. Qka t'jep energji pozitive? Energji pozitive me i pari, Allahi që jo një, ati kërshën falë, qëtësia, rahatia edhe kur gjithë tjetër. Okej.
Faleminderit që na ke thirrë, po të përshëndesim shumë. Faleminderit edhe juve. Shëndetem se faleminderit. Na ka dërguar Besorti një foto, po thotë Lule Jargovani. Po. Pam Jargovane. Apo den ato janë Lule Jargovane. Ma ka dërguar po dhe foton prej vendit të ngjarjes. Jo s'ki çka i thush. Me demet ku kry kjo puna. Ne thash mimozofilia, çu shka ajo? Jacaranda, po mimozofilia. Po këto janë tam Jargovana, ato janë më të pembe janë. Po fion, njëri me foto u dal në shesh, i ka bëu fotot, po le mos baj gore. Po foto mëret me i bëu, po mëret mos më qellu emrit. Ngëm, ai me koka me këta të komunës. Besart ka thënë që je me këta të komunës. Edhe po thotë e ku marr niksi pas ka marrë proteina, i ka marrë me veti që ata me koncentruar. Kjo e Besarti të shajo e jotja. A është ajo e njëjta? Organofilia, po që nuk është ajo që po kërkoj unë. Veti që po të vjen keq. Faleminderit gjithsesi. Dëgjoni, mos harroni kur shkoni në market me te Protein Line, është ajo linja e proteinës, aty që janë ushqimet me proteinë. Ani nëse keni me shku në fitness sot, me marr ne zotit, në pije, buding që keni me shijet ndryshme, edhe me 27 gram proteinë ekstra. Ja, telefonata. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Enis. Kogja e ke lëshu dorën këto javën e fundit edhe para kësa jave. Nuk thirr një vjet, ani thirr çdo ditë. Po ju thirri, jo, aty që puna se tash dëmo nuk po punoj deri në orën 4. Po punoj deri në orën 2. Edhe që kurdo që ke pas mundësi, ke qenë me neve, ajo nuk e diskutoj. Tregom çka t'jep ty energji pozitive? Mua që am jep energji pozitive kur leo ma e marrë në qes një kafe turke. Veç vet, pa ta prish kërkush. Veç vet, pa ma prish kush, rahatin, as timin e dohonit. Është shpesh e përmendi unë kur bjen tema që të diçka për energji pozitive, për sen unë thom një kafe a mëngjesit në rrezet e diellit, kanë jarë veç vet, po, edhe me nai koleg, po hajt. Nuk pi shumë kafe turke se në mëngjes nuk po kam kohë, kështu që mas dite dikur mas drikës edhe mjep energji. Faleminderit, edhe që mjep energji e kemi një park këto. Atë janë qato lullet që po thute, që ta shbesh kanë fillu me film. Që kanë emni qato lullet se na bo marak me dit? Valloj, Sakura e kum po një vend një... Sakura? Këto një lulishte këto. Lulle jo po pëmjen ato dhona. Me ble që si lullet e me thonë. Bravo Enis, bravo, që kjo është. E qka po thuna kena që si pëma? Sakura, po. Që si të na ka që si t'ja ponisa? Po. Në sheshtonin? Jo me te jo atje po të na? Jo, edhe atje, edhe në Kosovë ko arsim. Shko jetë, Velen kogjatë shpeshta se i mbjetojnë këtë temperaturave. Janë shumë lullet mira. Shumë të bukra janë. Janë të qyshe kanë në gjyrë tepër të mirë edhe me që se erë nuk kanë. Ku mënët mi po njëri këtu në Kosovë? Te Fadil Vokri rreth me përçar kiki. Që jetë, si pas na po. Arsim, ma përpara, unë e kom parë rreth rilindjes që jo kam përpara. Tash nuk e di çfarë ministri është, te rilindja aty te poshtë ka pas përpara. Edhe në shesh ka. Pak që aty se dojnë brem ka. Sot ka me dojnë sopotën me lepi Sakura. Faleminderit. Edhe kur del shesh, po mos harro monal deri në Swiss Diamond, se ka edhe pak domethën sot, nesër, mas nesër, edhe të shtunën, kemi kohë për me shiu një iftar të jashtëzakonshëm në Swiss Diamond. Dillan po shkojna me një spa. Në restoranin Ililia, kështu. Ililia do jesh lirë? Në Ilili. Po, edhe tani. Mas Amazonit. Po, në të mortë po shkojmë pak se po, na vim pak. Na vim. Edhe ti këshirom që do. 032200000. Sakura ti këshirom. Sakura. Faleminderit Enis. Po. Lule Sakura, kështu që apshe që bjen poshtë teoria jote Besartit a Besfortit a kushke. Na i kena po që ato, ta shtë spediu në përboli, kom që pisha që në bulevardin rrugën Tirana, po. Alo? Alo? Alo, përshëndetje cilë. Hajde, dhe bia i bukur se jetë telefonu si i fundit, te përmbyllu me diska bukur. Po, Vebe. Bukur, drët për kullu, Faleminderit, Vebe. Nuk i nevoj me na bo rafsh. Hajde, Vebe, vish pak, Vebe, vish pak. Ja, po i një që mirë, e i prekullu për i dojnë, krejt për i dojnë. E vërtet është, vish ti kalzoj diçka që ka zbritet e jenë za hon për festën e Bajramit, mobilet mrekullueshme, mos arroni deri 50% zbritje. Po, edhe tjerëve pi u kalzoj, jo vish ty. Edhe ata që janë këto momente e jenë za hon është në çak llavic, mos arroni. Hajde tregom ti çka t'jep energji pozitive?
Po energji kur qëhet me nxes me nuse, qëhet me pip kofe, tani jap shëndet, jetë tëna dita e bukur. Do më thonë nusja t'jep energji pozitive, ase kërkur se përmeni, tash një, to isë një përmeni. Okej. Faleminderit që na ke dhënë. Kur vjen puna për na izmeta, për na diçka, na respekt. Shi nevoj me hiani, njeri tha do më thonë me pini kafe me nxes me gru, qohet e merë energjin pozitive, njëjtën ko, po i merë dhe do sene që kam i bujt. E meriton me shku në Rubin, në Albi, në rrugën Garibaldi, në Ferizaj, ku do që të vjen ma let, e meriton me shku edhe me abo një dhurat të qmueshme. Mi jep energji pa ka? Gjithë, se jo. Faleminderit energjia jon, faleminderit për telefonatat, mesazhet pjesën e dytë, vetëm pas orës 17. Deri nesër ju mos harroni me bë ato që duni me bë gjithmonë, me jep shumë dashni, paqit plot shëndet. Faleminderit edhe nga unë, faleminderit shumë Jeta Baholli Hair and Makeup që është gjithmonë me emisionin ton. Shihemi nesër për ju që sini mundësi na ndjek, përndryshe kyçuni në frekuencat tona ose përmes aplikacionit për me dëgjuar edhe pjesën e dytë të këtij emisioni. Tung tung.